Këtu është horoskopi i martë 18 mars 2025 për ju. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Ka raste kur dëshironi të hedhni gjithçka lart. Në dashuri keni kujdes nga shpërqendrimet, nëse një histori nuk funksionon, ajo mund të ndalohet. Demi. Ditë interesante, madje edhe me fat. Nëse nuk keni një dashuri, duhet ta kërkoni atë. Angazhime të rëndësishme pune, marrëveshje pozitive, suksese të vogla. Binjaket. Ditë me fat. Edhe ata që kanë përjetuar një krizë dashurie do të mund të shërohen. Gaforja. Idetë e mira do të shpërblehen. Polemika në punë? Vazhdoni në rrugën tuaj. Luani. Dashuritë e reja mund të jenë vërtet të rëndësishme dhe do të ishte turp të mbyllesh në shtëpi. Këto ditë mund të gjeni një zgjidhje për një problem të fundit në punë. Virgjeresha. Çifte e forta vendosin të martohen, të kenë një fëmijë, favorizoni të gjitha marrëveshjet, por mos prisni të pamundurën, kujdesuni me kujdes për çështjet ligjore, suksesin personal. Peshorja. Filloni ulët ditë me bezdi. Më shumë kujdes për trupin. Akrepi. Ekziston rreziku i polemikave. Ditë e lodhshme, më mirë të shmangni përplasjet, dikush po kanotazh kundër jush. Shigjetari. Ju duhet t'i bëni gjërat me shumë qetësi, sidomos këto ditë. Shanset janë që jeni të zemëruar sepse nuk vijnë konfirmime për punë ose jeni konfuz, por jo faji juaj. Bricjapi. Shumë gjëra duhet të sqarohen, të tjerat duhet të rregullohen. Nëse zemra është ende vetëm, nuk duhet të kesh një jetë në shtëpi dhe të blesh. Ujori. Dashuria nuk është e lehtë për të jetuar, një njeri është larg, ju mund të ndjeni dëshirë për ata që janë tashmë të lidhur ose shumë larg nga mendimet tuaja. Në këtë periudhë jeni pa kompromis, pasi pothuajse asnjëherë nuk keni qenë në jetën tuaj. Ju jeni gjithashtu të inatosur me veten për pranimin e kushteve të caktuara. Peshqit. Emocione për ata që i ofrojnë vetes dashurinë, por mbeten mosbesues për ata që kanë mbyllur kohët e fundit një histori. Do të ketë disa diskutime për një rinovim, një marrëveshje. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftime. Ditën e mirë.